72 orë i premtuar për pastrimin e Shkupit nga mbeturinat filloi mbrëm me aksion në ora 20:30 nga qendra sportive Boris Trajkovski. Rreth 100 kamion nga komunat e ndryshme dhe rreth 800 persona u përfshin në aksionin e pastrimit të Shkupit nga mbeturinat. Mbrëm në fokus ishin sheshi i kryeqytetit, parku i Gruas dhe bregu i Lumit Vardar, ndërsa këtë fundjavë do të përfshihen edhe lokacione të tjera. Edhe pse kanë kaluar disa orë nga fillimi i aksionit, në shumë vende të Shkupit mbeturinat ende presin që të largohen, por sipas Gjorgjevskit do të arrihet të pastrohet qyteti në orët të premtuara. Unë jam i bindur se për 72 orë do ta pastrojmë qytetin, por kjo nuk do të thotë që do të ndërpresim aktivitetet. Do të vazhdojmë edhe më tej. Dje e filluam edhe deponim vardarishte dhe ajo deponi nuk pastrohet për 72 orë, sepse ai është tretman serioz. Atë që 30 deri në 40 vite e ka bërë dikush, ne duhet ta pastrojmë dhe të vijmë në pozicion që qytetarët të kenë park. Pra disa procese janë më të gjata, por pastrimi i qytetit është 72 orë. Në vendin e njëjtë ku filloi mbrëm aksioni i pastrimit dhe ishin vendosur kamionet, sot i pari i Shkupit Orce Gjorgjevski premtoi se 55 autobus të kompanive private nga e hëna do të kyçen në qarkullim të transportit publik të Shkupit. Për më pak se 48 orë që mora detyrën arritëm marrëveshje dhe të nënshkruen licenca për transportuesit privat dhe të mund të kyçen nga e hëna 55 autobus për shkupjanët, të cilët seriozisht do të ndikojnë në përmirësimin e qarkullimit publik në kryeqytet, ndërsa në mënyrë plotësuese nga viti i ri do të kemi edhe më së paku 20 autobus që do të thotë se do të normalizojë qarkullimi publik, ndërsa nga muaji mars në koordinim me qeverinë presim që të arrijnë edhe 80 autobus të rinj. Normalizimi i transportit publik të Shkupit dhe aksioni i pastrimit të kryeqytetit për 72 orë ishin premtime parazgjedhore nga kryetari i tanishëm i qytetit të Shkupit Orce Gjorgjevski.